kam jetuar me prindërit dhe motrat, dhe pastaj në vushtëri me një familje të madhe u ballafaqova. Atë shtishin me qitë qaj? No, shumë. Qaj edhe unë jam nusja 7. Mirë shumë, jam 6 kunata. Burri jemi ka 9 vëllezër, janë gjithsej 10 vëllezër, është familje shumë e madhe. Tash është ajo kontradikta sepse nga një familje vogël unë shkoj nusë në një familje të madhe. Tradita pak më ndryshe me tradita shumë tradicionale. Por kur ke vullnet, isha edhe e re, natyrisht, kur ke vullnet edhe dashni i arrin gjitha dita i kalosh, megjithse ka pas edhe vështirësi, edhe sfidat ndryshme, përmende qajin. Në familjen time tek babai, ne nuk e kemi konsumu qajin në atë mënyrë si që konsumohet këtu në Kosovë, tash këtu ka ceremoni qaj, po. Po, jo. Për mu ka qenë diçka e re. Shumë e vështirë në shikim të parë, si ta bëj tash këtë. Pastaj ishte familje e madhe dhe natyrisht nusja duhet të shërbej qaj 3 herë, 4 herë deri në 5 herë në ditë. Tash kur tregoj, tash më duket krejt në rregull,